Elon Musk ka kritikuar ligjin e ri për taksa dhe shpenzime të presidentit Donald Trump, duke i quajtur atë në rrjetin X si të neveritshme dhe duke thënë se nuk e duron dot këtë legjislacion. Ligji i cili përfshin ulje taksash me vlerë triliona dollar dhe rritje të shpenzimeve për mbrojtjen, ndërsa lejon gjithashtu qeverinë amerikane të huazojë më shumë para, u miratua nga dhoma e përfaqësuesve në maj. Në platformën X, Musk tha se ata që botuan për miratimin e ligjit janë gabim. Musk më herët e kishte quajtur ligjin një nga politikat më të rëndësishme të Trumpit, si zhgënjyes, sepse besonte se minonte përpjekjet për kursime që po bënte ekipi i tij i njohur si Dodge. Dodge është shkurtimi për Departamenti për Eficiencën e Qeverisë, ndonse nuk është një agjenci në nivel kabineti. Koha e miliarderit të lindur në Afrikën e Jugut në administratën Trump përfundoi më 31 maj, megjithëse Trump tha se ai do të jetë gjithmonë me ne, duke na ndihmuar në çdo hap. Vlerësimet tregojnë se ligji në formën e tij aktuale do të rrisë deficitin buxhetor, diferencën midis shpenzimeve dhe të ardhurave të qeverisë me rreth $600 miliard në vitin fiskal të ardhshëm.